dhe ne vetë si konsumator të dim kush janë rregullat e higjienës. A ka pasur apo ka dyshime në shtete të tjera që mund të ketë përhapje të hantavirusit për momentin? Duke qenë se ushqimet që vinë qoftë në Shqipëri, por në të gjithë Europën e kanë vendin e tyre të origjinës nga kontinentet nga më të ndryshmet, Afrika patjetër me frutat e saj të ditura që ne i konsumojmë për dita, ose Amerika e Jugut është shumë e njohur për shpërthimet lokale, pra epidemike që quhen apo epidemi vetëm në zona të caktuara të hantavirusit, pikërisht se kushtet higjienike në për fabrikat apo punitësit ku prodhohen ushqime të caktuara dhe pastaj transportohen qoftë në Ballkan ku i takon Shqipëria ose në të gjithë Europën, këto vende jo më kot i kanë sepse i kanë kushtet higjienike shumë më të ulta se standardi evropian. Dhe këtu është ai rreziku i globalizimit, mund ta quajmë që ky virus, hantavirusi nuk ka kufi gjeografik, por kjo rasti i Anijes është ai demonstrimi që ne tani më edhe pas një asaj pandemie që s'duam ta kujtojmë të Covidit, jemi shumë të ndjeshëm dhe dim të reagojmë në kohë me lajmërime zyrtare që nga OBSH-ja dhe nga Ministritë përkatëse të Shteteve Evropiane, që momentalisht ka një shpërthim diku në Afrikë me hantavirus dhe vendet evropiane përfshirë dhe Shqipëria duhet të jenë pak më vigjilent në mënyrë të tillë që edhe një ose dy persona që mund të preken dhe që ka një rrezik, pse jo ta parandalojmë në kohë. Doktor Resha, kjo është një periudhë për të shfrytzuar edhe rastin e bisedës e për të ndalur pak që jep probleme në drejtim të alergjive të ndryshme tek shumë qytetar, por a është paralelisht edhe një periudhë virozash dhe kjo e bën të vështirë të identifikosh nëse ke një problem alergjik që mund të jetë nga lulet apo do të kesh një viroz të stinës? Po, pranvera është me të vërtet një sfidë shëndetësore për sistemin ton imunitar, sepse ne kemi akoma në qarkullim viruset e gripit të traktit respirator që nga dimri pa pauzë, pra shumë pacient akoma dhe këtu në Gjermani kemi pasur një si dimër të vogël, me sa kam parë në Shqipëri janë rikthyer temperaturat e ulta dhe këto ndryshimet klimatike drastike bëjnë që shumë viruse të vazhdojnë të kenë shifra të larta të infeksioneve respiratore në Shqipëri, dhe e mbivendosur pastaj edhe me alergjit, që edhe ato fokusin e tyre ose shinjestrën e tyre kanë sistemin ton imunitar, bëjnë që në total ne të jemi kaq të mbingarkuar në një anë nga viroza, në anën tjetër nga alergjit, sa që shumë pacient e kalojnë me të vërtet gjithë pranverën me sy të skuqur, me buzë të enjtura, me ngjyrje me zë të ngjirur, ose me pajame të skuqura, jo sepse janë në mënyrë të pandërprer të infektuar, por sepse kanë në sfondin e tyre imunologjik ka një alergji, që qoftë nga polenet e luleve, qoftë nga smoku për shumë për qytete metropol siç është Tirana, qoftë nga të gjitha këto lëndët organike që qarkullojnë tani në ajrin pranveror, pra të gjitha bëjnë që në total pacienti duhet të parapërgatitet tani më për pranverën, që si ta marrë më mirë një gjymtyar që mbron për 3 muaj se sa të piq çdo ditë në thonjtë atë tiricin ose alorat i din gjitha ato medikamente që japin pa recept kundër alergjisë, sepse dhe këto kanë shumë efekte anësore patjetër. Pra ju rekomandoni është një tip vaksine ky injeksion që bëhet kundër alergjisë? Është në vetvete një parandalim alergjik duke bërë antitrupa specifik kundër atyre substancave ndaj të cilave ne jemi alergjik. Që do të thotë, me anë një testi të lëkurës tek alergologu, tek dermatologu, ne arrim të përcaktojmë nëse është floku i macës, i qenit, janë polenet e lules, është pluri, i smoku, arsyeja pse jemi vazhdimisht me simptoma alergjike, dhe në qoftë se identifikojmë alergentët që janë specifik për ne mund të prodhojmë një terapi, dhe këtë e bëhet shumë kollaj në çdo klinikë dermatologjike ose në spitale, prodhohet antitrupa specifik që ne mos ta bombardojmë trupin tonë me medikamente qoftë kortizonësh, qoftë medikamente jo specifik siç janë tiricina, por të marrim pikërisht atë që sistemi jon imunitar ka nevojë për të bllokuar alergjitë e tepruara, dhe kjo jepet gjithmonë në një formë të një gjilpëre, e cila bëhet që në fillimin e pranverës, dhe në këtë mënyrë ne përjetojmë përdita si pacientët shpëtojnë nga të gjitha ato simptomat që e kufizojnë, mund ta themi në mënyrë të theksuar cilësinë e jetës së tyre, se ata çdo ditë janë në rrugë
edhe me shami në dorë në thonjza, kështu që është një rritje cilësie jetës absolute. Mund ta bëjnë të gjitha grup moshat dhe ka efekte anësore nga ana tjetër? Moshat shumë pyetje e saktë, sepse jo të gjitha e ka nevojë. Ne e përdorim atë shprehjen që alergjit plaken me rritjen e moshës së pacientit. Pras moshës 40 vjeçare, pacientët që kanë vuajtur që në adoleshencë nga astmat, nga alergjit, zakonisht nuk ka nevojë qoftë edhe më për sprejet që përdoren kundra astmës, sepse sistemi jon imunitar rritet dhe piqet me ne bashkarisht. Pra, sa më shumë në kontakt të jemi me ato substancat ndaj të cilave ne reagojmë në mënyrë alergjike, sa më shumë të rritet mosha, aq më shumë bëhemi indiferent, imunizohemi, si të themi, ndaj këtyre substancave. E bën trupi imunizimin, pa pasur nevojën e një vaksine. Eksakt, prandaj dhe mosha kërkohet një profilaksi e mirë ndaj alergjive në pranverë është pikërisht mosha nga 15 deri në 30 vjeç, sepse më tutje nuk ka më nevojë trupi se e rregullon vetë. Efekte negative ka nëse bën injeksione të tilla? Patjetër që është një medikament që e bllokon reagimin e sistemit tonë imunitar ndaj substancave të caktuara, por nuk ka efekte anësore në sensin që mund ta ketë një kortizon që na ul komplet imunitetin edhe ndaj infeksioneve, na krijon probleme hormonale. Pra, këto terapi specifike me antitrupa kundër alergjive janë me të vërtetë pothuajse edhe gratë shtazane madje mund ta merrni në një alergji të theksuar, pra me të vërtetë me pothuajse pak efekte anësore këtu në Gjermani e rimburson Kasa e Shëndetit sepse i takojnë, ndër terapit mund ta qenë pak më të shtrenjta sepse është individualizuar për pacientin sipas nevojës që ka ai në bazë të testit dhe të hartës alergjike. Doktoresha, shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim. Faleminderit për gjithë informacionin, por sigurisht edhe për këshillat e sugjerimet që dhatë. Ju falenderoj dhe shëndet larg alergjive dhe infeksioneve ju uroj. Shpresojmë për të gjithë. Shkojmë në publicitet, do të kthehemi pas pak për të diskutuar mbi zhvillimet kryesore të ditëve të fundit sa i përket politikës, por jo vetëm, do të jemi me Grida Dumën, vetëm pas pak.